Një faturë tepër e kripur prej 46.5 milion eurosh do të shpenzohet nga qeveria shqiptare për të mirëmbajtur rrugët kombëtare. Vlera e akorduar është nga më të mëdhat ndonjëherë në Shqipëri, teksa shënon një rritje tepër të madhe në krahasim me vitin që kaluam, megjithse gjatë këtyre kohëve ka patur një mori shembjesh dhe problematika në akset e rindërtuara së fundmi. Por, kjo se ka penguar drejtorin e ri të autoritetit rrugor shqiptar, Ami Kozelin, për të hapur thesin me para, të cilat pritet të ndahen gjatë muajve në vijim. Por koha e ka treguar se mirëmbajtja e këtyre akseve është bërë sa për sy e faqe me bariera të prishura, asfalt të çarë e negropa, gjithashtu me shembje në shumë akse dhe askush nuk mban përgjegjësi. Më shumë se sa vlera që kanë akorduar, duhet që këta shtetarë në fillim të rregullojnë dhe të plotësojnë dokumentet duke i detyruar firmat për të qenë sa më prezente në rrugë dhe jo të dërgojnë 2 a 3 punëtor për të hequr vetëm barra tek qija buz akseve kombëtare. Koha e ka treguar se parat janë shpërdoruar në mënyrën më të keqe, nga projektimi, ndërtimi apo mirëmbajtja e rrugëve. Parat s'kan munguar asnjëherë dhe gjithkush, ata që qëndrojnë në zyrat e shtetit apo ata që marrin nga ato zyra shuma me shumë zero, duhet të mbajë përgjegjësi. Gjithashtu probleme ka pasur edhe në tunelin e Florint të Llogaras, ku raportuan probleme strukturore, tuneli i Murizit apo vëshimi i ujrave në tunelin e aksit Kardiq-Delvin. Madje në disa prej këtyre tuneleve, ARSH ka hapur tendera për rregullimin e tyre. Duket se arsyet e këtyre problemeve kanë qenë bërja e projekteve, në shumë raste të dobta gjeologjike, gjithashtu edhe ndërtimet e tyre me cilësi të ulët, teksa nuk ngel pas as mbikëqyrja apo mirëmbajtja. Megjithatë, në vend që këto defekte të hetohen penalisht apo të verifikohen administrativisht, vetë qeveria shton fondet duke tentuar të mbulojë defektet. Koha e ka treguar se sa më shumë fonde të ketë, vjedhjet do të rriten.